E të dashur me që rikësujem sërish në studio për të vazhduar me misafirin e dytë për ditën e sotshme dhe unë të ftuar kam Nadire Ismaili Saliu, ajo e cila është krijuese e Nadire Event. Është një krijimtari e jashtëzakonshme, është një organizim që bëhet në të gjitha darsmat, ku unë nuk besoj që ka darsëm tani pa u dëgjuar edhe fjala Nadires Event. E për më tepër të kuptojmë se çka është, për gjithë ju që nuk keni informacion, e kemi këtu Nadiren për të na informuar dhe të na jep më shumë detaje. Përshëndetje Nadire dhe mirë se erdhe. Përshëndetje dashura Semra. Të falenderoj për përshkrimin e bukur që më bëre. Njëkohësisht të falenderoj edhe për ftesën. Unë kam sjell një dhuratë shumë simbolike, me që jemi në sezonën e vjeshtës, në stinën e vjeshtës. Dhe pa dyshim pikat e shiut janë ata që na trokasin në dritare për çdo mëngjes ose mbrëmje, për të na thënë një mirëmëngjes, ditë bukur ose një natën e mirë, ëndra të ëmbëla. Shiu më dëmua. Është një libër, që e kam shkruar vetë. Unë zakonisht shumë për këtë dhuratë të bukur dhe tani për këtë periudhë kohore është me të vërtetë një është një përmbledhje poezish që realisht unë ja kam dhuruar vetes time në 25 vjetorin tim. Wow! Ka 25 poezi brenda, uroj ta shijosh në ditët me shi. Bravo Nadire, të lumt. Tani me padurim po pres të përfundon emisionin dhe për ta lexuar këto poezi. Këto poezi do të pres dhe një vlerësim nga këndvështrimi yt. Patjetër, me kënaqësinë më të madhe. Më trego ky libër që sa kohë është? Realisht, do me thënë, libri është botuar në vitin 2015-2016, më saktësisht se mbaj mend, se pas asaj kisha edhe një botim tjetër të librit, që ja kushtova djalit tim të vogël, udhëtimet e Vocrakut lirik, dhe që planifikoj në 10 vjetorin e tij të bëj promovimin e librit. Shumë mirë. Dhe më kujton periudhën e fëmirisë, një periudhë shumë të ëmbël, do me thënë që unë e kam kaluar, dhe aty është gjithë përmbledhja më e ëmbël e viteve që unë i kam përjetuar dhe shijuar. Shumë mirë. Nadire, ne flasim për një event për t'i e hapur në shumë çka. Je me libra, je angazhuar me familje, nën, organizimi, mërmendja që është një prej punëve më të vështira, veçanërisht kur je në krye ti vet aty, sepse duhesh të menaxhosh jo vetëm pjesën tënde, por edhe dasmën e dikujt, sepse çdo gjë në atë moment varet nga ti. Si fillim do dua të di se si erdhi ideja për të krijuar Nadire Event. Po. Për të gjithë ata që nuk më njohin, unë jam Nadire Ismaili Saliu, krijuesja e Nadires Event. Si lindi ideja për Nadires Event? Do me thënë, Nadires Event lindi nga dashuria për artin, për skenën, për emocionin njerëzor. Ndalem në këtë të fundit sepse gjatë rrugtimit një jetë unë arrita të nuhas, të kuptoj që njerëzit kishin nevojë shumë për një përjetim me shpirt, për një dorë që do të prek ngjarjet, eventet, gëzimet familjare me ndjesi, me dashuri. Do me thënë që do të bashk organizoj ose do t'i bashk përjetoj momentet. Njerëzit kishin nevojë që të ndjeheshin protagonistët kryesor të ngjarjes. Kishin nevojë për një mendje nga përballë, do me thënë që do të futet shumë thellë në imagjinatën e tyre dhe do të vënë në pa atë që ata nuk mund ta thonin dot me fjalë. Këtu ishin ato thënjet e para që unë merrja nga klientela ime, që më thonin, po, këtë desha, po, këtë dua. Dhe kështu lindi Nadires Event, për cilë diçka të veçantë dhe unike. Okej. Emri Nadire, përsa? Pse nuk ishte ndonjë emër tjetër? Pse pikërisht emrin tënd? Po pikërisht, arsyeja pse unë jam Nadiria dhe ajo që krijova unë është Nadires Event. Ideja ishte që unë gjithmonë, do me thënë, kam rrugëtuar në jetë me tendencën që kuptimi i emrit tim të krijohej në filozofi pune. Fjala Nadire vjen nga fjala arabe, do me thënë që ka për kuptim rrallësinë, është diçka unike, diçka e rrallë e veçantë, dhe pikërisht kjo ishte edhe tendenca ime që çdo klient, çdo çift, çdo event kulturor, çdo ngjarje të ishte e tillë, të ndjente fenomenin Nadire brenda vetes, do me thënë të ishte unike. Se realisht çdo ngjarje një herë ndodh dhe nuk ka mundësi të përsëritet për së dyti herë dhe me çdo kush duhet të jetë e veçantë. Me çdo kush duhet të jetë një ngjarje e rrallë.
Është shumë e vërtetë. Në këto 10 vite përvojë, më trego diçka që ndonjë moment më do me thënë më i veçantë për ty dhe ekipin tënd. Unë kam shumë Semra. Është pjesa më e bukur që unë e shijoj dhe që realisht mua më mbush me jetë, më jep motivin për të punuar edhe më shumë, është pjesa që absolut ju nuk e shihni, është prapa skena. Unë mbushe me gjithë energji nga dashuria, nga qaste që i përjetoj me vajzat, dhe momente nga më të ndryshme tash nuk po mbjen në ndërmend ndonjë momenti veçantë, mirë po mund të them kemi pasur një kliente, një nuse, që cilën unë e përshëndes në qoftë se na ndjek, quheshte Merita, edhe ajo me çdo kusht këmbgulte që neve të jemi pjesë e dasmës të organizimit të saj. Dhe ne shkuam, vajtëm, e organizuam, dhe në momentin që duheshte ne me ekipin të largohemi, ajo mori take dhe u largua së bashku me ne. Do me thënë, aq shumë ishte dëshira e saj të ndante atë gëzim cajnë tjetës që po e përjetonte të dasmës së saj me ne, sa që për çdo event tjetër që i pasoi pas saj në jetë, ishim neve prezent. Sa e bukur dhe me të vërtet do me thënë, nëse dhe pas ka qenë momenti veçantë. Do me thënë, ka qenë një ndër klientët që na ka dhënë më shumë, do me thënë, dashuri, e ka shprehur mirënjohjen edhe vlerësimin, sa që neve për hir qoftë edhe një klient në qoftë se kështu na respekton, neve jemi të detyruar që të punojmë dhe të japim më të mirën tonë të mundshme. Shumë e vërtet, keni realizuar shumë organizime festive, familjare. Më trego se çfarë ju bën juve kaq të veçantë që ju mban aq afër. Për hir të së vërtetës, Nadires Event është një agjencion për organizimin e festave, por edhe eventeve kulturore. Dhe ajo çka neve na dallon është fakti që ne nuk është që vetëm organizojmë Semra, neve japim skenës jetë. Neve krijojmë koreografi të personalizuara. Do me thënë, kjo na bën të veçantë, sepse neve kemi një koreografi të personalizuar për një klient të caktuar, kemi një kostumografi të cilin mund ta bëjmë enkas për klientin në fjalë, kemi kostumografi të llojeve të ndryshme, të ngjyrave të ndryshme, të cilat do me thënë neve shikojmë deri në detajin më të vogël, që gjithçka të duket perfekte dhe e bukur. Dhe ky është elementi që gjykoj që na dallon, sepse neve kemi tendencë të jemi unik, të krijojmë një skenë unike, një dasëm unike, një event unik, dhe gjykoj që kjo na mban të veçantë dhe unik edhe në tregun tonë. Shumë e vërtetë. Më tregoni se si arrin Nadires Event ta ruaj balansin midis traditës shqiptare dhe elementeve moderne artistike që i krijoni në skenë. Gjithmonë më ka pëlqyer tradita, sepse gjykoj që neve, do me thënë si shoqëri, në radhë të parë duhet të njohim mirë rrënjët tona. Dhe Nadirja, si individ, do me thënë si pjesë e kësaj shoqërie ka dhënë kontributin e saj maksimal në vatrat kulturore, sepse unë së bashku me burrin menaxhojmë edhe një vatër kulturore, dhe organizojmë edhe festivalin ndërkombëtar folklorik Skupi për t'i treguar botës sa ne mbajnë që këta jemi ne, këta janë vlerat tona. Dhe momenti kur erdhi Nadires Event në një traj tjetër, ishte tendenca që bëjmë pak një modernizëm të kohës, sepse koha vetë kërkonte atë. Mirë po absolutisht, unë kam ofertat e mia dhe programet e mia artistike që nuk përzijej. Nuk bëj një mix të njërës dhe tjetrës, sepse unë ruaj originalitetin e vlerave tona dhe me shumë respekt ndaj vlerave që kemi, kam arritur të ndaj programet artistike, cilat janë moderne, ata me elementet e modernizmit, me elementet tjera të bukura, dhe çka është tradita, natyrisht me elementet e veta kombëtare. Tradicionale. Po, tradicionale. Okej, është shumë mirë. Sa është e vështirë për mirëmbajtjen e një gjëje të tillë? Është shumë e vështirë, po në kuadër të Nadires Event, neve kemi një staf, do me thënë që kujdeset dhe organizohet shumë mirë, që të ruaj, të mirëmbaj, të kujdeset për kostumografi që kemi, sepse për gjatë organizimeve që realisht janë sezonale, neve mund të kemi edhe mbi 10 dasma në një ditë, dhe natyrisht kjo kërkon edhe organizim të mirëfillt.
në qoftë se dua të mbajmë këtë ritëm që kemi. Patjetër, nëse kërkojmë një numër të rrumbullaksuar për kaq vite, sa evente keni organizuar deri më tani? Realisht në rrafshin e eventeve kulturore janë mbi 10 ose 15 evente, do me thënë kulturore që kanë gjetur ose kanë absorbuar idenë kreative tonën në skena kulturore, ndërsa në rrafshin e festave familjare, qofshin këto organizimet nga më të thjeshta nga ditëlindje deri në martesa, janë mbi 800 organizime, mund të them, në kuadër të kësaj dekade. Okej, është me të vërtetë diçka shumë një numër shumë i madh dhe është krenar për ju, të ndjeheni krenar për punën që bëni. Besa jam shumë e lumtur sepse kanë qenë këto pritshmëritë e tua që nga fillimi? Jo, ta them të drejtën, jo. Unë jam juriste me profesion edhe dua të përshëndes prindërit e mi në këtë rast, me që babi im është mjek me profesion dhe ai asnjëherë nuk mendonte që unë do t'i futem kësaj rruge dhe ka qenë kundërshtari im më i madh në ato momente kur unë vendosa të bëj këtë punë. Mirë po, jam shumë e lumtur sepse gjykoj që Perëndia më dhuroi një punë shumë të mirë, nga se unë marr pjesë në momentet më të gëzuara të njerëzve. Në momentet kur të gjithë janë të lumtur, të gjithë janë të bekuar dhe të gjithë vinë në një aheng ose në një event me energjinë e tyre më të mirë. Dhe për këtë jam shumë falënderuese, andaj të gjitha këto evente që janë ose festa që janë realizuar më bëjnë më shumë me borxh që unë do me thënë të punoj më fort dhe në të ardhmen të realizojmë edhe sa kaq të tjera. Do dua të di babi më pas si u ndje kur e pas suksesin tënd? Në fillim nuk e kam pas mbështetjen, siç thash, mirë po me kalimin e kohës e di që në një ditë mbase kishin kaluar një dekadë, do me thënë këto vitet e fundit, besa ishte një periudhë jo edhe shumë largë nga sot, më përmendi më tha më duhet të jap dorën se e paske parë, do me thënë, ecurinë e kësaj agencioni në një verzion tjetër, jo si që shihja unë nga spektri shkencor. Dhe unë tani unë emocionova me këtë fjalë, sepse me të vërtetë është, unë paraprakisht, para se të vijeti në studio, kisha një vajzë tjetër në studio dhe ishte një histori e ngjashme, por veç se me drejtime të kundërta, ajo tha që prindërit donin që të studioja mjekësim, por unë doja baletin, dhe tani po studion baletin nga mjekësia dhe e ytja është se ti ishe juriste, tani po bën një punë që bën një udhëheq, një agjencion të organizimeve familjare e kështu me radhë. Eventeve festive, familjare ose çka do qoftë tjetër. Po, realisht është puna që unë të them të drejtën nuk e kisha imagjinuar, mirë po pjesa artistike që kam trashëguar unë nga nëna ime, ka gjetur si duket vendin dhe po reflekton shumë pozitivisht. Për këtë arsye, unë gjykoj që të gjithë njerëzit duhet të ndjekin atë që ndjejnë brenda, sepse jo gjithmonë ajo që të sugjerohet ose të këshillohet nga ana e njerëzve të tu më të dashur është e duhura. Zemra është ajo e cila na tregon se neve ka duhet të hapërojmë dhe të udhtojmë. Është shumë e vërtetë. Edhe dua të di se mund më tregosh për simbolikat e 3 krijimeve të tua, është sofra, dielli dhe zemra. Po. Këto janë koreografi që kanë gjetur vend në skena të mëdha kulturore, do me thënë, skena ose koreografia e sofrës ka gjetur vend në festivalin folklorik ndërkombëtar Skupi dhe ideja ishte që neve të vendosim një sofër në mes me një burr shqiptar të veshur me kostume tradicionale për të mirëpritur të gjithë pjesëmarrësit që ishin në festival dhe që kishin ardhur nga anë mban bota. Dhe pas tyre, me që ata ulen në sofër, vjen fenomeni i femrës shqiptare, realisht që qëndron pas burrit në fjalë dhe pjesëmarrësve të tjerë të shteteve pjesëmarrëse, do me thënë nga një qift i ngjitur në skenë duke përquar mesazhin se sofra shqiptare ka vlerën e vetë dhe duke përquar mesazhin që femra shqiptare është dominuese, se unë pak sa jam natyrë, kështu që jepem pak pas femrave të cilat
premtojnë dhe posedojnë potencial, dhe me këtë koreografi dhe me këtë skenografi u vlerësuam jashtëzakonisht shumë nga të gjithë pjesëmarrësit e shteteve që ishin diku mbi 15 shtete anë mban botës. Dhe kërkuan që të kemi, për çdo vit në këtë festival të përsëritet hyrja ose hapja e festivalit në fjalë me këtë koreografi të Nadires Event. Okej, shumë bukur. Është interesante, krijon disa koreografi, krijimet tua dhe ato krijime përsëriten dhe kërkohen. Është ndjesi e veçantë. Është shumë e bukur sepse kur merresh me këtë punë duhesh të posedosh një imagjinat, të thellë. Esenca është që të depërtosh në ndjesi, të depërtosh në shpirt, që të sjellësh në pa vlerat që nuk mund të thuhen ose të përshkruhen as gojarisht as me shkrim. Dhe këtu është veçantia. Përmende edhe koreografin e Diellit, ishte koreografia që po ashtu në këtë festival bëri përmbylljen e festivalit në fjalë, ku kërkoheshte nga çdo çift pjesëmarrës në festival të vallëzohet vallja e bukur shqipe. Dhe pastaj ishte momenti kur tërhiqnin disa shirit, të flamujve, për të formuar diellin. Dhe mesazhi që përçohej ishte se njerëzit rezojnë, janë diell, janë dritë në qoftë se ata bashkë veprojnë dhe respektojnë njëri tjetrin dhe kulturat e të tjerëve. Dhe po ashtu koreografia e zemrës, ishim në festivalin Rising Star në Gjilan, aty ishim të ftuar si mysafir special për të bërë hapjen e festivalit në fjalë, dhe unë bëra një lidhshmëri shumë të lezetshme të koreografisë zemra, që për herë të parë prezantuam këtë vit, duke të sjell në pa balerinën që në mes mbante flamurin e Kosovës dhe vajzat tjera përreth që mbanin flamurit e shteteve pjesëmarrëse. Ishte aty elementi i luftimit të balerinës, duke përshquar mesazhin se shteti është i ri, po lufton, po kërkon, që të vije në qendër të vëmendjes, se me të vërtet është një vend që ka vlera dhe ja vlen të vizitohet nga shtetet e tjera dhe të ndihmohet. Dhe ishte një koreografi që realisht u përshëndet edhe nga drejtoresha Arta Mfjal dhe nga gjithë të tjerë që ishin prezent. Më trego se cili është sekreti që ti çdo krijimtari e bën vepër arti? Besa semra nuk e di, nuk ekziston ndonjë formule caktuar, mirë po unë gjykoj se është një dhunti që Perëndia gjithë secilit i adhuron në doza caktuara. Te unë, si duket, nuk ka kursyer në këtë aspekt, sepse unë gjykoj dhe mundohem shumë që edhe fëmijët e mi të trashëgojnë këtë pjesën e artit, se në një ambient familjar, tryezë familjare, unë mundohem të shtoj doza arti edhe në mëngjesin që e shtroj para familjes time. Nuk posedoj ndonjë formulë për të treguar, se do e tregoja, pa dyshim. Më trego për veshjet, për estetikën e vajzave, kush përkujdeset? Realisht, gjithë çka është e kuruar, e menduar dhe mirë e si të gjej një fjalë duhur, mirë e vendosur në vendin e caktuar nga vetun, sepse jam paksa shumë parimore për çështjet kur unë vendos, dua të jenë me të vërtet nga këndvështrimi im, pastaj natyrisht unë kam stafin që këshillohem për detajet, mirë po esenca është që thjesht unë kam vënë emrin tim për të më përfaqësuar mua në këtë agjencion dhe natyrisht dua që me të vërtet të përçohet ajo që unë ndjej, unë e shoh nga këndvështrimi im si Nadire. Dhe bashkëpunimi është në rrafsh të gjerë, me shumë artist, me shumë miq që kam përreth, mirë po përgjithse jam vetë unë. Okej. Si e shihni të ardhmen e eventeve në vende, në rajon të krijimtarisë tënde? Përderisa gjithçka po ndryshon, po ec me një hap të çuditshëm që ndoshta as ne vetë nuk e dim se ku po vemi, por unë gjithmonë gjykoj se njerëzimi ka nevojë për festa, ka nevojë për gëzime. Edhe gjykoj që
edhe lutem për atë se këta na mbajnë gjallë, do me thënë si njerëz që jemi, festat na mbajnë afër njëri tjetrit dhe festat janë eventet më të bukura që njerëzit i krijojnë. Në një të ardhme shumë të shkurtër, gjykoj që do jenë, do me thënë, prezente, do të organizohen, mirë po për një periudhë më gjatë kohore nuk mund të dal me deklaratën time. Fatkeqësisht. Fatkeqësisht. Është punë e lotshme, sepse organizimet zakonisht veçanërisht gjatë sezonit veror, darsmat e kështu janë gjatë mbrëmjes, edhe ti qëndron larg fëmijëve, jo je në prova gjatë ushtrimeve, më pas je në Gjithandej. Më fol tash si një mami për këtë pjesën. Do të tregoj momentin kur unë solla vlerën në jetë, do me thënë vajzën e tretë, vajzën e dytë, realisht fëmijën e tretë, ishte pjesa që unë realizova për gjatë shtatzanisë time, evente të shumta, dhe ishte pjesa që pas lindjes unë duhesha të përshëndete me vajzën dhe ti caktoj asaj mbesën time si nënë të dytë. Dhe sot e kësaj dite i them vlerës, Eli është nëna yte e dytë. Sepse shkuan 2-3 muaj dhe unë nuk e pash vlerën, nga arsyeja që tërë ditën isha në organizime dhe tërë natën, pothuajse pas mesnatës, atëherë kur mbarojnë edhe organizimet, tani natyrisht rrugtimi, pjesa e vendosjes nëpër gjithçka në vendin e duhur dhe kur kthehesh në shtëpi, nuk gjem forcën, duhesh patjetër të bësh një gjumë të rehatshëm të mirë, se e nesërmja fillon me të njëjtën ritëm. Dhe kur kishte përfunduar gjithçka, vlera ishte rritur 2 muaj e gjysmë dhe filloi të më buzëqesh. Ishte buzëqeshja e parë që realisht unë u shtanga dhe u largova nga dhoma dhe fillova të çaj sepse e kisha humbë. Do me thënë atë periudhë që ajo ishte rritur me nënën tjetër. Kushtimisht thënë kështu se kemi mbesën e familjes. Okej, do me thënë është me të vërtetë. Është shumë e vështirë, Nga i moment çka vendose? Unë gjykoj që të gjithë duhet të bëjmë balans në mes veprave që realizojmë, punave që kryejmë, sepse edhe pjesa sociale, do me thënë, e kërkon angazhimin, përkushtimin, edhe pjesa familjare, po edhe pjesa e karrierës ose pasioni, puna që bën me pasion, të kërkon në atë pjesë, në qoftë se gjykon që ti si individ dëshiron të jesh e plotësuar në gjitha aspektet. Dhe natyrisht duhesh të bësh një balans të mirë, të dish që ku dhe në çfarë kohe të përkushtohesh më shumë në cilën pjesë. Edhe pse është shumë e vështirë për hir të së vërtetës, por besoj që bashkëshorti im dhe fëmijët e mi janë energjia ime. Unë e bëj një punë me pasion dhe rrugtoj me ta së bashku dhe kjo është vetë jeta ime. Jam këtu për të thënë që në qoftë se dëshirojmë, esenca është të jemi të motivuar dhe të duam. Dhe në qoftë se duam, patjetër që familja dhe puna me pasion do gjej harmoninë e tyre. Ska dilemë në këtë pjesë. Unë do doja që të dërgoj një mesazh deri tek të gjithë ata cilët po na ndjekin, po vetë se ti mesazhin e fillove. Për gjithë ata cilët, cili është mesazhi yt që do ju drejtoje gjithë ata cilët na ndjekin në këto momente? Të bëjnë më shumë festa, sepse beso që semra në shumë festa ku unë marr pjesë, e shoh atë ndjesinë që mungon sidomos në gjeneratat aktuale, atë afërsinë mes familjarëve, miqve dhe që njerëzit tjetërsohen, sepse i tjetërson dashuria. Kështu që i lus të gjithë, nëse kanë hapësirë, qoftë edhe një festë të vogël në shtëpi, gjithmonë të krijojnë momente të bukura, gjithmonë të krijojnë qaste ku të shprehin mirënjohjen, dashurinë për njëri tjetrin dhe vlerësimin. Gjykoj se ne jemi një shoqëri që na mungojnë këto dukuri. Unë kam parim jetë që shtri dorën meritorit, do me thënë, por nuk e ndjej këtë që mund të më thuhet se nuk është që e pres, mirë po gjykoj që si shoqëri duhet sa më shumë të shprehim dashuri.
sepse kjo na mban gjallë dhe na bën të jemi më të lumtur. Definitivisht. Nadire, ishte kënaqësi e veçantë që të kisha të ftuar sot në studio dhe që të flasim për sukseset e tua, dhe unë jam shumë e lumtur që një grua ka arritur një rezultat të tillë që është mjaft e kërkuar, mjaft e kërkuar në, do të them vetëm në vendin tonë, sepse po ndëgjoj nga këto, sepse përmendesh si një emër. Të uroj suksese, shpresoj që kjo punë mos të ndalet dhe të shohim edhe më mirë e më mirë. Faleminderit shumë, unë do doja vetëm të shtoja sa për në fund që përshëndes edhe të gjithë miqët dhe organizatorët edhe në Kosovë, sepse është tregu kosovar që na mbështet edhe na fton të jemi mysafirë edhe në atë pjesë. Kështu që njëherë edhe një falimderim nga zemra për ty e dashur në këtë ambient kaq sa të bukur, me energjinë tënde pozitive që reflekton, unë do doja që gjithmonë të jem mysafirja juaj. Dhe gjithmonë dyert e emisionit tonë janë të hapur për njerëz të motivuar dhe të suksesshëm siç je ti e shumë të tjerë. Faleminderit shumë Nadire, ishte kënaqësi e veçantë. Faleminderit, kënaqësia ishte imja. Të dashur miq, kjo ishte sa i përket bisedës. Neve tani do të shkëputemi për disa minuta dhe do të rikthehemi sërish në studio.